ndërkohë një koment e një analistë të tij për këto zhvillime dhe pse ka patur edhe vetë intervista dhe biseda interesante javën e shkuar. Na e sjell Muhamet Ajrullau, kryeredaktori i Telegrafi.com. Mirë se vjen, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje Denisa nga Prishtina. Asnjë surprizë nuk patëm as sot nga kuvendi përveç kësaj letre publike, megjithatë pash një shkrim tëndin 5 muaj pa kuvend funksional dhe me një qeveri në detyrë në një moment vendimtar për shtetin. Kanë kaluar 5 muaj, tani do mbetemi me qeveri në detyrë, apo do të kemi një aleancë siç pritet nga palët një qeveri kur t'jap Digjiku? Mi lexo pak skenarët. Po, absolutisht me të drejtë, unë sot shkrimi më gjesëm sot që e publikohen në Telegrafi.com ishte të kjo le të themi trysnia apo një farloj presioni publik për të gjitha partitë politike që ngërqe në kuvendin e Kosovës mos vazhdoj. Është e padrejtë nga liderët e partive politike Denisa që ne hymë në muajin e 5, pse po themi në muajin e 5, sepse ne nga dhjetori vitit të kaluar nuk ishim pra aktivitete, ishim në zgjedhje, ishte një parafushat e sërgjator, pastaj ishte kjo puna e fushatës zyrtare, tash nga nën shkurtë deri me 9 prill e 9 maj po hymë që ne nuk kemi 3 muaj le themi konstituent kuvendet pas zgjedhjeve dhe në total është 5 muaj dhe është e padrejtë që kjo situatë vazhdoj në Kosovë kur ne kemi shumë probleme, kemi le themi me çështjet e antarësimit në organizatat ndërkombëtare, me çështjen e lobimit, me aspektin gjeopolitik që apo ndodh realisht në përbodh dhe Kosova nuk e ka luksin për të qëndruar duke u zhagitur nga një javë në javën tjetër, nga çdo 48 orë. Por të paktën deputetët e marrin rrogën, edhe ato të legjislaturës së shkuar, edhe këta të legjislaturës së re, se nxituan menjëherë që të betohen në mënyrë që të hyjnë Shumë keq, absolutisht po, shumë keq, sepse kjo i bie që ata në fund ditës dhe në fund muajit do t'i marrin në xhepat e tyre ato parat të pamerituara, mund ta them, për faktin që nuk ne po vazhdojmë në këtë situatë. Dhe faji kryesor te kjo situatë natyrisht i bie mbi Partinë Lëvizje Vetëvendosje si parti fituese e zgjedhjeve, e cila duhet të tentojë të krijojë qeverinë dhe të bëjë zhbllokimin. Pritshme ishte ky mëngjesi sotëm që nuk do të ketë asgjë, sepse unë edhe në shkrim e potencuova që nuk mund pra qëndrimet tashmë po dihen Denisa, që bloku i Lëvizjes Vetëvendosje që nuk po ndryshon me zonjën Albolena Axhiu si kandidate të cilën unë interesova javën e kaluar në emision për Telegraf dhe qëndrimi partive që ishin deri dje opozitare, pra Partia Demokratike që kërkon thotë ndroni kandidaturën, mund të votohet dikush tjetër, ose Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës që ka qëndrim konkret me 2 emra, zonjën Saranda Bogujevci dhe Shqipe Selimi. Ndërkohë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë e betonuar të ai qëndrimi që nuk ka votuar fare as për as kundër. Dhe letra e sotme dorën zemër është një bërisi në këtë situatë, sepse nuk ka shumë skenar Denisa nga kjo situatë nëse vazhdon në pafundësi. Pra, pafundësia mund të shkojë në pafundësi, serioziteti i njerëzve në Kosovë ka humbur totalisht te papërgjegjësia politike për të gjetur zë unifikues për të bashkuar në kuvendin e Kosovës për të vazhduar tutje. Dhe kjo pafundësi ku do të na çojë? Do të na çojë deri te zgjedhjet që mund të vinë të jashtëzakonshme. Ndërkohë që letra e sotme e sjell në një situatë pak a shumë të re, le të themi, për faktin që zoti Kurti po i bie që nuk i ka numrat, nuk i ka numrat për të qeverisur, nuk i ka numrat për çështje të tjera të mëdha dhe i duhet një parti siç është Lidhja Demokratike, e cila ka 20 deputet në kuvendin e Kosovës për të zgjidhur problemin e me këto vota po besoj mund të zgjidhej edhe çështja e presidentit që i bie vitin tjetër. Tash, ku na çon kjo? Po besoj që kjo është tema. Ku na çon kjo letër sot? Unë e shoh në 2 aspekte. Nuk e di varet se çfarë do të jetë qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk dua ta paragjykoj nga kjo, a do të hyjë në koalicion, a do të bashkohet, por
nëse kjo situatë nuk sjell zgjidhje dhe nuk kemi për afrim, atëherë zgjedhjet janë të pashmangshme. Pse po e them këtë? Sepse gjua deri tashme ka qenë e tillë nga subjektet politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës. Çka unë pres është që lidhja demokratike, çka unë doja të presja, është që lidhja demokratike e Kosovës të përgjigjet ftesës dhe madje të ketë, le të themi, kërkesa specifike për një koalicion të mundshëm. Pra shumë kësh në Kosovë po thotë, po lidhja demokratike e Kosovës duhet të përgjigjet ftesës, por madje të shkojmë me kërkesa specifike në koalicion. Pra, ti kërkohet bashkëqeverisë së zotit Kurti me kërkesa të shumta. Çka i bie kjo? Nëse qeveria e Kosovës i ka 11 ministri, i kërkohen 8 ministri, të kërkohet pozita e kryeministrit, të kërkohet pozita e presidentit. Pra, to janë tashmë negociata në të cilat dorën zemër lidhja demokratike i ka në dorë. Se a do t'i shfrytëzoj në mënyrën më të mirë të mundshme, mbetet për të parë sot dhe nesër, sepse besoj që shumë shpejt do të ketë një përgjigje zyrtare. Kjo është e para. E dyta, pastaj Denisa, është ai përgjigjet lëvizjave të vendosje kërkesave të lidhjes demokratike të Kosovës, sepse kjo po i bie që ju po e ftoni në takim dhe për të bashkëqeverisur, por nuk jeni të gatshëm për të ofruar pozitat dhe atë ndarjen e kulaçit për bashkëqeverisje. Po me sa më mendun, një nga kërkesat nga cilat zoti Abdixhiku tha nuk e dorë është ajo për të qenë ai kryeministër. Po tashmë kjo është tema, me të drejtë dhe shumë mirë e ke ngrit. Pra, unë se përmenda qëllimisht sepse mendova që do të më bësh pyetje dhe përgjigjja është e saktë. Pra, kërkesa ka qenë që zoti Lumer, lidhja demokratike do të bashkohet në një koalicion ku zoti Lumer Abdixhiku do të jetë kryeministër. Tash e kemi një situatë, janë 3 pozitat kryesore të shtetit të Kosovës, është kryetari i kuvendit, që i takon lëvizjes vendosje sipas vendimit fundit të gjykatës kushtetuese, pastaj është çështja e detyrës dhe rolit të kryeministrit të arshëm të Kosovës dhe gjithashtu përgjegjësia dhe detyra e presidentit të Kosovës. Pra këtu mund të ketë kalkulime. Pra nëse zoti Kurti e fton lidhjen demokratike të Kosovës dhe thotë që kryetari i kuvendit na takon neve, kryeministri na takon neve, atëherë çka duhet të jetë diskutimi? Diskutimi mund të jetë posti i presidentit. A është Lumer Abdixhiku dhe lidhja demokratike e gatshme të ketë presidentin vitin e ardhshëm apo kërkon më shumë? Pra këto janë negociata dhe diskutime që tashmë do të diskutohen në publik. Dhe cili do version i cili palët i largon, këta do të tentojnë t'ia lënë faj njëra tjetrës që çfarë i bie kjo? Lëvizja vendosje do të thotë para qytetarëve që unë shkrova letrën e parë, nuk e ardhëm. Unë e dërgova në zona e Bulena Axhiu për të votuar, nuk e votuan. Unë i dërgova letër zotit Abdixhiku, nuk pranoj. Dhe para militantëve dhe simpatizantëve të vet do del me konstatim që këta nuk qenë të gatshëm, na bllokuan. Në ndërkohë që Partia Demokratike do të thotë që kjo është pazotësi e lëvizjeve vendosje për të bërë qeverinë, ndërkohë që lidhja demokratike e Kosovës, nëse nuk ka koalicion, do të thotë që ne shkuam si Parti Institucionaliste në takim, por ata nuk ishin gatshëm për të bashkëqeverisur me ne, për të ndarë, le të themi, atë që quhet bashkëqeverisje. Pra, pak a shumë, kjo është situata momentale. Po, Muhamet, por ka dhe një moment tjetër. Çfarë leadershipi mund të tregojë Lumer Abdixhiku në këto momente? Do të thënë edhe për partinë e tij, por edhe për të ardhmen e tij në politikë. Do të thënë ka 24 apo 48 orë, le ta quajmë ta marrim të mirëfillt, për t'u përgjigjur ftesës Kurtit. Marr parasysh të gjithë skenarët që ti the dhe të gjitha kërkesat që mund t'i bëj Kurti dhe pastaj mbetet në dorë të Kurtit. Por Lumer Abdixhiku, çfarë leadershipi mund të tregojë në këto moment, duke pranuar së pari të ulet me Kurtin? Vetëm mos harrojmë, Denisa, se kjo tregon edhe për leadershipin e lëvizjes vendosje. Po. Nga ne nuk do të takohemi, do ta bëjmë qeverin vet, pra po detyrohet zoti Kurti dhe lëvizja vendosje, sepse po e sheh që nuk janë numrat në kuvendin e Kosovës e as për qeverinë e ardhshme me ne 2 probleme të deputetëve si zonja Duda Bale, Adem Hoxha e kandidatëve të cilët ju i keni adresuar në emisionet tuaja. Dhe kjo tregon që edhe lëvizja vendosje dhe leadershipi
Po, pra është në zor zoti Kurti për të shkuar tutje, sepse nuk do të vepronte në një situatë tillë, dhe kjo tregon gjithashtu shumë dhe duhet ta potencoj këtë. Por edhe për leadershipin e zotit Abligjiku dhe lidhjet dhe zemuratikët është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i madh. Pra, brenda LDK-s ka zëra që kanë kërkesa për të shkuar në qeverisje me Partinë Demokratike dhe partitë opozitare deri dje, Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe jo zotin Kurti. Ndërkohë që mund të ketë zëra brenda gjithashtu, pas kësaj kërkesës dhe letrës publike të sotme që mund të ketë një afrim. Mos harrojmë, çka është determinuese për Lumer Abligjiku dhe Lidhjen Demokratike janë zgjedhjet e reja nacionale që mund të vinë të jashtëzakonshme dhe dyta, Denisa, janë zgjedhjet lokale të parapara në vjeshtën e këtij viti. Një koalicion i tillë, lëvizja vetëvendosje, Lidhja Demokratike mund të zgjidhte shumë probleme. Kur po them shumë probleme. Edhe në aspektin e tyre personal, sepse këta do të bënen marrëveshje për bashkëqeverisje edhe për komunat dhe bashkitë që jo në Shqipëri i quani për bashkitë si Prishtina, Prizreni, Gjakova, Mitrovica, do të jetë një koalicion i cili do të zgjidhë shumë probleme edhe në nivelin lokal, sepse këto parti pastaj do të bashkëpunonin dhe do të qeverisin edhe për Por komunat. do duhet emër konsensual aty pastaj dhe mund të fillojnë probleme duke nisur nga emri i zotit Konjufca për shembull për Prishtinën. Nuk e besoj që zoti Konjufca do të jetë kandidat për Prishtinën. Nuk e besoj. Nga informatat që unë kam, nuk e besoj, mund të ketë kandidatura tjera, nuk e besoj që zoti Konjufca është vendosur të mbetet jashtë lojës këtë situatë për të shkuar në komunën e Prishtinës. Nga kryetar kuvendi, nga ish ministri i punëve të jashtme, për të fundu, unë mendoj që do të ketë lëvizja vetëvendosje kandidatura tjera. Kjo mund të jetë befasi. Jana solli dhe një lajm tjetër. Po nga informata, zoti Konjufca në një qeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës mund të ketë një pozitë ministri të rëndësishëm në kabinetin e ardhshëm. Pra, ende nuk dihet, po unë thash që qeveria e ri, lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike mund të ketë mirat edhe për bashkëqeverisje për temat lokale. Kjo është e para. E dyta, mund të ketë riskun e madh edhe për Lidhjen Demokratike, edhe për lëvizjen vetëvendosje, për faktin që pastaj mbetet një parti e madhe, siç është Partia Demokratike në opozitë, e cila do të forcohet dhe në zgjedhjet e ardhshme. Kurdo që mbahen ato, pastaj mund të jetë, le të themi kështu, ajo boshti kryesor i partisë opozitare e cila synon për të ardhur në pushtet, sepse këtu dikush do të fitojë, dikush do të humbë nga ky koalicioni që mund të ndodhë. Por, a do ndodhë, Denisa e kam shtirë të them në këtë situatë, për faktin që situata nuk e thot të favorshme. Ne kemi hapur sot në Telegraf disa sondazhe online për të matur opinionin e publikut, a duhet të shkojmë në zgjedhje? A është zgjedhjet dhe sa është i pritshëm një koalicion i mundshëm ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike. Dhe çfarë thonë sondazhet deri tash? Janë baraz, pra nuk ka ndonjë, le të themi, nuk ka që njerëzit thonë që duhet shkuar zgjedhje gjithçysh, por një favorizim që duhet ketë një koalicion ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike. Dhe çfarë do thotë kjo, Denisa? Kjo do thotë që edhe votuesit e këtyre partive kanë hamendësime. Pra ende në këtë situatë nuk e kanë qartë. A janë zgjedhja më e mirë, që ndoshta dikush shumë më shumë mendon, se sa për shembull votuesit e Lidhjes Demokratike dhe të lëvizjes vetëvendosje. Nuk mund të harron shpesh ato qëndrimet hajvanati, nuk flasim me juve. Pra ende është kjo situata pak, le të themi, ky ngërçi politik me tensionet politike, por ju e dini, në politik nuk ka fur, e nesër mund të sjell befasi. Unë personalisht jam për një zgjidhje të shpejtë, jo një ngërç të institucioneve. Kosovës nuk i duan zgjedhjet e reja në këtë situatë, absolutisht nuk kemi kohë sepse kemi zgjedhjet lokale pastaj dhe mendoj që një zgjidhje politike janë 100 deputet në kuvendin e Kosovës shqiptar, të cilët mund të bëjnë një koalicion dhe të zgjidhet ky problemi edhe i reformave, edhe çështja e presidentit.
por kjo situatë besoj që do të zgjidhet deri të mërkurën, kur është planifikuar seanca e re pas 48 orësh që pritet të mbahet të mërkurën ora 10 në Prishtinë. Tani shpresojmë që të kemi mësuar diçka deri atëherë. Me dy personazhe, zonja të politikës së Prishtinës dua ta mbyll këtë bisedë. E para, ku është Vjosa Osmani në gjithë këtë situatë? Sepse pak ditë më parë pati një ftesë publike për gjithë krerët e partive që jam aty nëse do doni të takoheni edhe për konsultime. Ku është? Atëherë, për me kthy pak në çaka, zonja Osmani është duke lobu, siç e diun, në disa shtete aziatike atje për çështjen e Kosovës dhe për avancimin në subjektivitetin dhe shtrirjen e Kosovës në njohje sa më të mëdha. Kjo është në aspektin institucional. Aty personal mendoj që zonja Osmani nuk do të largohet, do të mbetet këtu në kuptimin se varet ku do të mbetet pozita e saj. Në një koalicion të mëshëm ndërmjet Lidhjes Demokratike dhe Lëvizjes Vendosje, zonja Osmani mund të mbetet aty këto. Nëse në ndryshime tjera të radhës, ajo nga informatat që unë kam, mund të ketë një rikthim në politikën e brendshme të Kosovës. Kjo varet pastaj në çfarë relacione dhe në çfarë pozita dhe ku a mendon një iniciativë të re, atë Lidhja Demokratike apo të ndonjë iniciativë që mund të jetë në Kosovë, varet dhe mbetet. Por heshtja e saj në këtë situatë, Denisa thotë që ajo nuk mund të ofrojë më shumë se sa që mund të ofrojë si kryetare e shtetit Kosovës, sepse tashmë nuk është çështje e saj situata. Situata mund të jetë tek Gërgji nëse vazhdon në vazhdimsi që të ftoj partitë politike në një takim dhe që të adresohet kjo situatë në gjykatën kushtetuese. Po këto vonesa janë të pafalshme për liderët e partive politike, sepse mendoj që janë të kota dhe mos krijimi i institucioneve të Kosovës do të ishte bllokat. Unë e thash në mëngjes në shkrimin që e publikova në Telegraf, në Kosova vazhdon të mbetet në masat e Bashkimit Evropian. Kosova nuk e dia do të hyjë në agjendën për antarësim në Këshillin e Evropës, do të ketë bllokim të fondeve të reja, mos miratim të ligjeve të reja në kuvendin e Kosovës, të marrëveshjeve ndërkombëtare, por janë çështje të cilat sot Kosova i ka çdo ditë, nuk diskutu çështja e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, vetëm u mor vendimi, ishte diskutim jo në kuvendin e Kosovës, ka tema tjera të cilat neve na presin edhe në aspektin ekonomik dhe të reformave, andaj ky ngërç nuk është i mirë për Kosovën, ndërkohë që zonja Vjosa Osmani po pret situatën dhe në një rrethon të mundshme pastaj do të marrë hapa ose do të bashkohet, le të themi, me ndonjë grupim politik ose do të ketë një iniciativë tjetër të re pas kur i përfundon mandati vitin e ardhshëm. Shumë shkurt për të mos marrë shumë kohë, unë e di që biseda me zonjën Albulena Axhiu ka qenë shtëruese dhe e gjatë me shumë pyetje të ngritura. Sa personale ka marrë këtë qëndrim dhe vot kundër të gjithë opozitës ndaj emrit të saj? Me thënë, ndihet krenare nga njëra anë që Albin Kurti nuk e dorë për emrit të saj, apo deri diku e sheh veten ashtu siç shumë e cilësojnë një instrument Albin Kurtit për të fituar kohë? Para, mendoj që nga intervista me zonën Albulena Axhiu që unë kisha në Telegraf, e kom sfidu në të gjitha ato çështje të cilat publiku i ka parashtruar, sepse është absolutisht janë pyetje të cilat sot publiku i intereson në Kosovë. Nga ajo që unë kom pa zonën Albulena Axhiu dhe pak në aspektin personal tash edhe e ka vështirë të largohet nga kjo situatë, Denisa. Pra, nuk u votu disa herë. Kjo do të ishte dështim edhe për të, pastaj të vijë dikush tjetër dhe të votuar. Pra, nuk është mirë personalisht si personi i tretë më i votuar në lëvizjen e vendosje. Albulena Axhiu është dikush që është së bashku me zotin Kurti, Konjufca, zotin Xhelal Sveshla dhe këtë grupin ndër të parët që kanë themeluar lëvizjen e vendosjes, aty moti është gruaja që ka më shumë të vota sot në Kosovë dhe personi i tretë më i votuar në Kosovë pas Kurtit, Konjufcës dhe ajo është pra e treta. Kjo është ky aspekti i parë. Se unë mendoj që zonja Albulena Axhiu është vendosur fillimisht nga zoti Kurti. Për faktin që
ata kanë paramenduar që kjo qeveri mund të shkojë deri në zgjedhjet e vitit të ardhshëm kur kemi çështjen e presidentit pasaj problematike dhe kryetari i kuvendit mbetet ushtrues detyre i presidentit. Pra, zonja Haxhiu do të ishte në pozitën e ushtruesit së detyrës së presidentës dhe kjo është shumë e rëndësishme për lëvizjen me vendosje. E para, e dyta, gjithashtu vendosja e zonjës Albulena Haxhiu në atë pozitë tregon në atë pozitë për të nominuar si kryetare kuvendit tregon që edhe zoti Kurti pra nuk i ka numrat. Sepse po ti kishte zoti Kurti numrat për të qeverisur, atëherë edhe zonja Haxhiu do të votojë si kryetare e kuvendit, se nuk ka logjik tjetër. Pra zoti Kurti nuk i ka votat vetë për të qeverisur, për të bërë kryeministër, andaj është blokada. Dhe këto kurzimet e momentit fundit me deputetët e pakicave, si zoti Veton Berisha, Adem Hoxha, Duda Bale, e kanë bllokuar edhe zgjedhjen e zotit Kurti si kryeministër i arshëm me këto numrat me nisma, sepse me nisma në Fatmir Limaj nuk ka qartësim. Fillimisht ishte përfolur që zoti Limaj do të bëj kandidat për kryetar kuvendi, mirë po nga informatat që unë kam, janë 7 deri 8 deputet në lëvizjen e vendosje, duke përfshirë aty edhe zonën Albulena Haxhiu, që kanë pas pakënaqësi, sepse nuk mund të sepse çfarë do ndodhte? 3 deputet marrin drejtimin e kuvendit? Përveç asaj, pastaj zoti Limaj mund të mbetej ushtrues detyre i presidentit. Zoti Limaj do të jetë kryetari i kuvendit që në një moment caktuar mund të kthehet nga ky grupi tjetër. Prandaj është pak problematike edhe për lëvizjen vetëvendosje pozita dhe emri i tij në këtë situatë kryetar kuvendi. Dhe zona Haxhiu tash e ka shumë vështirë edhe të tërhiqet. Dhe sepse pasaj po të vije dikush nga lëvizja vendosje Saranda Bogojevci apo dikush tjetër, kjo i bie që Albulena Haxhiu ku po mbetet pasaj pozita e saj edhe brenda lëvizjes vendosje. E qartë. Dakor, Muhamet, faleminderit shumë. Na sollet disa skenare dhe lajme të tjera që nuk ishin diskutuar të paktën nga mediat në Kosovë. Shohim çfarë ndodh në këto 48 orë, jemi me sy nga ju. Faleminderit shumë Denisa dhe shpresoj që të mbesim kontakt për të sjell le të themi atë lajmin kryesor që Kosova më në fund për krijon institucionet kushdo që i bën atë. Mirë, interesante është Kurti 1 me LDK-n, Kurti 3 prap me LDK-n. Nuk i di, gjithçka është e hapur deri në moment të fundit. Falenderoj shumë dhe javë të mbarë.